Shikoj të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në debatën zgjedhore. Sonte jemi në Pej, në kinoteatrin e Pejës, bashkë me kandidatët për kryetar të komunës së Pejës. Peja i ka në bazë të regjistrimit të fundit diku 95.000 banor dhe është qyteti i 4 më i madh në Kosovë. E për gjithë juve që dëni të na përcjellni, jo vetëm drejt për drejt në televizionin 21, por edhe në internet, këtë mund ta bëni gjatë gjithë kohës sa shkojmë me transmetim për internetit në Facebookun e kallxo.com-it. Para se t'ju prezentoj kandidatët dhe familjarët e tyre për qytetin e Pejës, më lërni vetëm t'ju përkujtoj ku jemi nesër. Nesër të shtunën jemi në Kaçanek, në Shtëpinë e Kulturës. Pas nesër të dielën jemi në Viti, gjithashtu në Shtëpinë e Kulturës, dhe të hanën jemi në Rahoves, gjithashtu në Shtëpinë e Kulturës. Tash më lërni t'ju prezentoj kandidatët për kryetar të komunës së Pejës, të cilët janë Ali Berisha nga AK, Gazmir Raci nga ADK, Gazmen Muaxheri nga LDK, Hivzi Muaremi nga Lëvizja Vetëvendosje, Muhedin Sylqa nga PD, Muhamet Haliti nga PDK, dhe Rom Dreshaj nga LSK. Për t'i njohur sa më mirë ta kandidat, edhe kemi shku të antarët e familjes. Të shohim çka na kanë thënë prej fillimit antarët e Ali Berishës nga AK, ta ndëgjojmë. Leu ka fillu të merret edhe është kyçur në politikë edhe në rrjedha qysh në vitet e 80-ta. Do të thonë si student ka fillu edhe do të thonë edhe në luftë, edhe deri më sot vazhdimisht ka qenë në shërbim qytetarëve, në shërbim të atëdhëv edhe për qytetarët. Kur është kandiduar për kryetar komune, unë i kam thonë, Ale, tu kisha lut mos kandidat për kryetar komune. Tha pse? Thash unë të njoh mirë. Thash ti je njeri i ndërgjegjshëm. Në politikë mendoj dush me qenë edhe ashtu edhe kështu. Jemi njoftuar në studime në Prishtinë, do të thonë jemi njoftë që nga shkolla e mesme. Por kur kemi fillu mu shoqëru, aty ka viti i parë studimeve. 9 vite kemi qenë para se mu martu, edhe pastaj që jemi martu që 11 vite. Kohën e lirë, qysh e ka marrë postin e kryetarit, nuk kemi shumë kohë me dalë. Përpara, kurse ka pas postin e kryetarit, kemi dalë me fëmijë. Nuk ka shumë kohë me lexu, sepse është me aktivitete shumë, me punë shumë, po nga gjitha lexon ka pak. Është njëri familjar. Është njëri që din me të respektu edhe me të nderu, do të thonë edhe ata që janë më të vëgjël se ai. Nervoz është ndonjëherë kur nuk mundet me mri një qëllim, ose diçka që ky ka aspirata për me kryq ato. Na nuk jemi shumë adhurues të kerreve, e të luksit, për na bëjmë një jetë thjesht. Shumë është i kujdesshëm, në data, në ditë të veçanta, është shumë i kujdesshëm. Për të marrës një lule. Zoti Berisha, se keni ndëgju gruan kur ju ka thonë mos me kandidu? Ndoshta kanë me mlanë për krasit e ju i mund dëgju që kur t'ju shtroj pyetjen. Pse se keni ndëgju gruan kur ka thonë mos me kandidu? Po besoj që është vërtetu kjo që edhe në politikë mundesh me qenë i ndershëm, mundesh me qenë i ndërgjegjshëm dhe mundesh mos me deviju prej parimeve që i ki. Kjo po dëshmohet edhe në këtë qeverisin tonë. 2 minuta, çka premtoni për Pejën nëse bëni kryetar komunën 4 vjet e ardhshme? Ne për qytetarët e Pejës kemi një ofertë të qeverisjes komunale, kemi një program qeverisjes, i cili është i hartuar nga ekspert të aleancës, dhe bazuar në këtë program, jemi bazuar që të hyrat të rriten, dhe bazuar në këto të hyra dhe në bugjetin e përgjithshëm të komunës, në investime në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar do t'i kemi 50 milion euro. Dhe shtyllë kryesore e këtij bugjetimi dhe bugjetit të ndarë për digasteret caktuara do të jetë ekonomia dhe zhvillimi ekonomik. Ne do të orientohemi që një pjesë e madhe
dikun prej 10 milionëve të ndahet për zhvillim ekonomik të komunës sonë. Dhe atë në disa digasteret kryesore që ka komuna jonë si mundësi të zhvillimit. Mbështetja e bizneseve të vogla dhe të mesme, mbështetja e zejve të kësaj komune, mbështetja e ekonomisë së vogël dhe ekonomie familjare, mbështetja për një aset rëndësishëm që ka komuna jonë që është turizmi, dhe mbështetja për bujqësinë edhe ajo si një aset i rëndësishëm për komunën e Pejës. Gjitha këto besoj që me këtë buxhet do të kemi mundësi të subvencionojmë shumë familje të kësaj komune, njërë që të ketë vetë punësim dhe punësim të shumantarëve. Gjithashtu, synim yni tjetër është infrastruktura, synojmë të përmbyllim infrastrukturën e cila mendojmë që ajo që ka është bazike për infrastrukturën është arrit deri tash në komunën e Pejës dhe bazuar në këtë synojmë të asfaltojmë 80 km rrugë, atë 20 km në pjesët e mbetura të rrugëve të qytetit tonë, 25 km në rrugovë dhe 40 km në fshatra të kësaj komune, do të thotë ndërlidhjet në mes fshatrave dhe lagjeve të ndryshme të qytetit. Gjithashtu planifikojmë të përmbyllim kanalizimet në gjitha lokalitetet e kësaj komune dhe ujësjellsin në rrugovë. Gjithashtu sa i përket arsimit, pretendojmë që të japim rëndësi të veçantë arsimit profesional, pretendojmë të ndërtojmë. Faleminderit, kaq patët kohë, të shohim tash çka kanë thënë familjarët e Gazmi Rocit nga ODK. Gazmiri si fëmijë ka qenë një fëmijë shumë i urtë, edhe u rrit me qëta, është një fëmijë shumë i urtë, shumë i edukum, shumë i sjellshëm. Gazmirit shumë me konë diçka farasti tepër nuk mundesh me ja nxjerr fjalën e keqe. Gazmiri e sheh Pejën si vendlinjen e vet. Këtu është lind, është rrit, këto e ka vendlinjet vet. Mbas fakultetit fillon me punu në qeveri, si këshilltari e Edita Tahirit. Aty veç filloj politika më marrë me ta. Pse mendoj se është një fëmijë i paprishun, një fëmijë i pakorruptum, një fëmijë që me merita të veta pa ndihmën e kurkujna ka rrit deri këtu. Gazmiri vikendeve vjen Pej, zakonisht i ka 3 shokën të pandam, dalin këtu në Dugaxhin, pinga një kafe, kthehet. Ma shumë ka qef me pushu se udhimet i ka çdo javë gati. Me të thonë drejtën, Gazmiri i lexon qëto libra që i kanë, nëjse ato pos fakultetit, veç qëto të ditës që i ka magjistrua, jo, që ato i ka lexu, pa ushqimin e nanës gjithkush e preferon. Është e thane me mri me rritën e vetë që ka punu, me arrit një tardhme më të mirë, kjeri është pak i fundit, është njerë shumë preciz, për këto nuk haron kur gjo. Që ato që ka e thot e realizon, e ban, një djalë që nuk e don pa drejtsin, ka qef drejt, po zvetës ka qef edhe dikon me pa mirë. Zëni Roci, nona po thot që je fëmijë pa prishun, mos për të prish politika. E përna e merë ftyrën. Pikërisht për atë arsye, unë kam hyrë politikës që politikën nga rruga e prisht me këthy në një rrugë të drejt. Edhe me ndreq. Mirë, ta këqyrim që shki me ndreq 2 minuta, që ka premton për qytetarët e Pezën se bosh kryetar. Okej, faleminderit shumë mirë, përshëndetje. Objektivat tona kryesore natyrisht që janë punësimi, sidomos i të rinjeve, pasi që i takoj edhe asaj kategorie të shoqërisë të komunës Pejës. Ne do të koncentrohemi që ekonomia jonë prodhuese të jetë funksionale dhe përmes një agjencioni që mendojmë duhet të jetë gjithashtu një ndër prioritetet tona, ai agjencion fillimisht duhet të krijojë strategji vizionare për zhvillimin ekonomik. Ai agjencion në udhëheqjen e kryetarit komunës duhet të jetë institucion i cili garanton lishmëri investitorëve si vendor, po ashtu edhe të huaj, po ashtu ai agjencion do të jetë funksional për të rritur mirëqenien e qytetarëve përmes projekteve konkrete të punësimit të të rinjve. Në kuadër të kësaj, rëndësit madhe natyrisht do t'japim bujqësisë, pasi që komuna e Pejës tashmë ka asete të mëdha natyrore edhe nevojitet vetëm angazhim për zhvilluar bujqësinë edhe agrobiznesin në përgjithësi. Në kuadër zhvillimit ekonomik, pjesë e rëndësishme është edhe turizmi, pasi ta shikojmë një kulturë historike
edhe trashëgojmë një ambient të pasur edhe natyrisht që nevojitet një investim strategjik në këtë drejtim, por përmes partneritetit publiko-privat, pasi që buxheti komunal është i vogël për të arritur të investojë direkt në zhvillimin e turizmit, sidomos turizmin malor apo skijimit. Dhe në njëjtën kohë ne do t'i kushtojmë rëndësi të madhe edhe arsimit, sidomos përgatitjes së kuadrove të reja, duke krijuar mundësi dhe kushte infrastrukturore për të pasur pastaj mundësi që sistemi jonë arsimor të prodhojë kuadro cilësore. Komuna Peje sot ballafaqohet me disa probleme në sektorin e arsimit. Ende tash 13 vite disa shkolla kanë mungesë të objekteve, është për çudi ky fakt, por ne kemi ardhur si një ofertë e re e cila përmes programeve konkrete do t'i realizoj synimet e qytetarëve të komunës së Pejës. Faleminderit. Faleminderit, shohim tash çka kanë thënë familjarët e Gazmend Muhaxherit nga LDK. Gazmendi është që si person që e don punën shumë, na si familje kuptohemi, merrem vesh mirë shumë lehtë. Shohim që Gazmendi bëhet nervoz, ka njëherë kem pas në momente që kemi thënë leje se neve na duhet Gazmendi është më i rëndësishmi se gjithçka. Topsit ndoshta që shumë nga të zemrës gjithçka e merr shumë seriozisht. Përparësit janë që Gazmendi punon pa interes. Shefi i shtëpit të dyat jemi. Mitë ndoshta unë jam shefi, po në disa sende tjera Gazmendi. Në parlament jemi njoftu edhe pas një vjetë jemi martu. Për 8 mars më ka ble një buket lule. Edhe del me shokët, edhe interesohet me familje, sidomos me fëmijët. Është personi shumë i lumtur, por normal që ka njëherë bëhet nervoz. Nuk e lakmojna fort ato kjerët, jo teknologjin, po Gazmendi tash e ka Golfin Plus, kështu që me qatë kjerë. A ka ndikuar ndonjëherë politika në pasurinë e juaj? Deri tash jo, me pas qenë Gazmendi me punu privatisht, ndoshta kishim fitu edhe ma shumë. Gazmendi është një njeri i besueshëm edhe besoj që Peja ka me pas si qytet shumë ndryshime. Zoti Muhaxheri, gruaja po thotë që bëni nervoz. A doni më na u bë nervoz sonte? Jo? Jo. Ta ndëgjojmë 2 minuta çka ofroni për qytetarët e Pejës nëse bëni kryetar. Plani zhvillimor komunal në cilin bazohet edhe plani qeveris i lidhjes demokratike për 4 vjet të ardhshëm, është i mbështetur në 3 pika, edhe ato në zhvillimin e turizmit, bujqësisë dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Zhvillimi i turizmit nuk mund të realizohet pa pas investime konkrete dhe plani zhvillimor komunal i kërkon investimet me mjete materiale, kështu që ne kemi paraparë se çdo vjet do të investojmë nga 1,5 milion euro për rregullimin e infrastrukturës rrugore mbi rrugoves dhe për rregullimin e ujësjesave maset nevojshëm për fillimin e zhvillimit turizmit. Gjithashtu, plani parashes se duhet të investohet në bujqësi, dhe ne kemi parapasur që për çdo vjet duhet ndarë mjete konkrete për realizimin e qëllimeve të subvencionimit bujqësisë, edhe ato për çdo vjet kemi ndarë nga 1,5 milion euro për të investuar në bujqësi, edhe ato në 5 sektor të rëndësishëm: bletari, pemtari, blegtori, perimkultur, sera dhe shtalla. Gjithashtu, ajo që është me rëndësi në këtë programin tonë qeveris, është se do të ndihmojmë dhe subvencionojmë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme prodhuese, të cilat do të pajisen me plan të parë nga bujqësia dhe do të rrisin punësimin në komunën e Pejës. Si komponent më e rëndësishme e programit tonë qeverisës për 4 vitet e ardhshme është komponenta e arsimit, sepse pa arsim cilësor dhe investim në arsim cilësor nuk mund të zhvillohet as turizmi, as bujqësia dhe as ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, cilat duhen me qenë burim i zhvillimit dhe prosperitetit në qytetin e Pejës.
Faleminderit. Të shohim çka kanë thënë familjarët e Hifzi Muharemit nga lëvizja Vendosje. Duke diku në vitin 2002 ka fillu mu marrë me politik, ka qenë si aktivist, do të thot mirët edhe me ardh, ka qenë i suksesshëm. Mendoj që ka bo mirë që mirët me politikë, se tër bota është faktikisht e politizume, e globalizume, po është person i qetë, do të thot i kujdesshëm, i logjikon, i përpjeston, i shumëzon mirë, do të thot gjërat, nuk ndërmerr diçka para se me mendu. Njëherë logjika, pastaj është veprimi, çdo gjë kalkulon, do të thot në formë duhur, nuk e mbajnë mend, ndoshta kur kam qenë i vogël, nuk e mbajnë mend që u bën nervoz ndonjëherë, po besoj që nervozën e mban veti. Na jemi njerëz normalisht që mund të harrojmë numrat, datat, po do të thot datat e rëndësishme i shënon që ti ketë në kujtesë. Unë e di që nuk di me vozit kërë, po besoj që nuk është adhurus i kjerave. Edhe unë për veti si jam adhurus shumë i kjerave, një kjerë normal, një kjerë i cili është në shfrytëzim edhe të krym punë. Po mendoj që ka kontribu shumë edhe në aspektin teorik të veprave të cilat i ka të publikuar, sidomos nëse flitet për profesionin e tij që marr me teori, me histori të artit, mendoj që është i vetmi historian në Kosovë i cili e ka përshkruar prej artit, prej paleolitit deri te arti bashkohor ndërkombëtar, po ashtu është marrë edhe me artin tradicional shqiptar, do të thotë është i vetmi që i ka librat, edhe mendoj që edhe në zonë të shkollave të mesme, në zonë të shkollave fillore, edhe në fakultet të gjithë i përdorin. Hifzi Muharemi, juve ju njohim si njeri të artit, por djali juaj po thotë që kalkuloni, mbledhni, zbritni, përpjestoni, nuk shkojnë këto dyja bashkë, arti matematika, po më duket, a qysh? Po arti politika e kretë në bogat i njëjtë. Politika art, arti politik. 2 minuta, fatkeqësisht, mund të jetë ashtu, po 2 minuta që ka ofroni për qytetarët PES, nëse boni kryetar. Programi im apo vizioni i platformës sime për qeverisjen në komunën e PES bazohet kryesisht në 3 shtyllat e alternativës qeverisje të cilën edhe e kemi botuar para 1 muaje, do me thonë 3 shtyllat. Shteti juridik, shteti zhvillimor dhe shteti social. Në bazë të alternativës edhe programi im kryesisht është bazuar duke u nisur në specifikat e qytetit, se dhe alternativa e parashef, çdo qytet i ka veçantit, specifikat e veta, dhe PEja duke u kufizuar me bjeshket e nemura po Alpet shqiptare, me 2 lumenje, Lumbardin dhe Drinin, si dhe me fushat e pleshme, është një begati që vetëm natyra mund t'ja dhuroj. Andaj, për rritjen e numrit të vendeve të punës, kryesisht jemi bazuar në fushën e bujqësisë dhe turizmit, mandej zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm, duke kushtuar një akcent bizniseve të vogla deri të mesme. Në këtë konstelacion bën pjesë edhe ekonomia vogël, siç është e artizanateve, fatkeqësisht ne e shuar deri me tani, dhe ne do t'i reaktivizojmë gjitha ato artizanate që ndërlidhen kryesisht edhe me fushën e turizmit. Për bujqësi, ne në fillim do të shkojmë nga buxheti 600.000 euro, katërfish do ta ngrisim buxhetin e bujqësisë në fillim. Në vitin e dytë do të shkojmë 6%, 1.200.000, në vitin e tretë 1.800.000 dhe 10%. Mandej do të i kushtojmë rëndësi arsimit, shëndetësisë, kulturës, rinisë, sporteve. Ka që patët ko, të shohim tash që kanë thonë familjarët e Muhamedin Sylqës nga Partia e Drejtësisë.
politikë ka një 20 vite. Ka qenë person që shumë ka punu për lidhjen demokratike, po në kohë të fundit ka një vit a dy, ashtu, ka kaluar këtë partinë e drejtësisë. Përfitim nga ana e politikës nuk kem pas. Mbasi është adhuruesi këtyre gjërave, unë asnjëherë nuk i kam pengu, po jam mundu ato punë që ai i kryen për familje, unë m'ja zavendësu. Po ka pas raste kur një kam thonë le politiken, po ajo s'ka pas ndikim te ai ka vazhdu. Është principiell, po jo ashtu që shkom qef unë. Dhe më thonë, njën ato momente ndërherë që sa i përket orës, takimeve, aty pak vonon. Cilën gjë e kanë rritë edhe shoqënia. Dhe më thonë, din pak mos më konë fort i përpikt. Kush është shef në shpital? Pa i gruaja. Sa i përket harxhimeve, modestia na karakterizon shumë, nuk jem tipa harxhues. Është një adhurues i madh i natyrës, është bjeshkatar, është biciklist. Jo, nuk vonaze, jo, kur nuk vonaze. Për atë se kom problem për ushqim, jo veç ai, veç gjithë nuk bon, se edhe fëmijët edhe djemt janë mësu prej tij. Një Ford Fiesta të vitit 1988. Këtë e shihni modestinë. Se është bashkëshort i mirë, është djali i mirë, është vëllai i mirë, është babi i mirë. Zotni Syçap, se se keni ndëgju grun, ka thonë mos me him politik, si ka pëlqy që keni him politik. A edhe nëse s'bën mos me ndëgju grun? Po e di. Edhe? Ti përjetoj pasojat. Do mi bajt pasojat, a? Po jam të ndives. 2 minuta, çka ofroni për shtetar 5 nëse boni kryetar? Por si gjithë paqa dhe bekimi i Zotit qoftë me ju. Vizioni i Partisë së Drejtësisë, si slogani i Partisë së Drejtësisë është vetëm me drejtësi. Vetëm vlerat morale dhe etike të udhëheqjes politike janë garanci për realizimin e këtij synimi. Qytetarëve të pesë do t'i ofrojmë kushte për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, për ngritje të mirëqenies sociale dhe zbutje të papunësisë. Për realizimin e gjithë këtyre objektivave, paraprakisht nevojitet sigurimi i një infrastrukture domosdoshme gjithëpërfshirëse, ku përfshihen uji, kanalizimi, rrugët, shkollat, qerdhet, faltoret, terrenet për sport, pushim dhe rekreacion. Para së gjithashtu kërkohet respektimi i planit zhvillimor, edhe ato e kërkojnë planit zhvillimor të qytetit, respektimi i ndërtimeve 40-60, për shkak se qyteti jonë, si e quajti një shok jonë, është bën një farë lloj urbanocidi, nuk i përngjan qytetit turistik, do të bëjmë qatë respektim. Si prioritet dhe mundësi për rrindjen e punësimit e shohim në përkrahjen e zhvillimit të turizmit shëndetësor, turizmit malor, turizmit kulturor. Të gjithë këto do të realizohen përmes tërheqjes së investimeve prej të hujve, thithjes së donacioneve nga BE-ja, Turqia, të marrja e investimeve nga bankat që japin pa kamat. Do të bëjmë përpjekje për zhvillimin e punësimit për kurse për zanate pa pagesë, për administratë komunale si seks të veçantë do të kemë preventivën për monitorimin e shërbimit të prokurimit, fuqizimit e komisionit e auditimit të mbrëmshëm me gjitha komisionet përkatëse për mirëvajtjen e realizimit të investimeve kapitale. Sa i përket ambientit si një vullnet për pyllëzim, parashohim se çdo qytetar që ka ditëlindjen të mbill nga një fidan në vendin ku e ka caktuar komuna. Faleminderit. Të shohim tash çka kanë thënë familjarët e zotni Alitit nga PDK. Vite që merret me politik, e pëlqen, e ka thuja pasion, e ka përkrahjen teme, e kuptoj që duhet angazhime, kohë ma gjatë më marrë me politik, unë merrem me familje, me fëmijë, është punëtor, i pa lodhshëm punë, nuk është as pak nervoz. Vllau i doktor Muhametit e ka qikën e hallës, aty për herë të parë jemi taku, edhe kështu që studime kemi qenë bashkë në Prishtinë, pushimet verori kemi
kalu vitin e parë në Ulqen. Dhuratën që ma ka dhuru ka qenë një lule shumë e bukur, ngjyrën që e preferoj unë më shumti. Beve, duhani nuk e konsumon asaj ason, edhe me pëlqen pse nuk e pin. Për shpenzimet familjare, ma shumë harxhon babi. Punë shtëpisë nuk më ndihmon, pak s'ka kohë të merret ai me punët e mia. Më ndihmojnë vajzat, ju falendëru vajzave, këto më ndihmojnë më shumë. Edhe kur sejm se lodhet tepër, e let pushon ai. Dy të zbashku. Nuk vendos asaj asgjë, po e komuniku me mua, se unë pa komuniku me ato. Ka punu shumë për këtë vend, edhe para lufte, gjatë luftës, s'diskutohet profesionin e ka pas doktor, po unë me familje kam shku në Malzi, ai gjatë kohës luftës ka nejt këto, i ka kontribu popullit gjatë tanë kohës. Zëbjaliti, këtë gru e këto vajzat bukra, pëse si një manin shpe, a do me thonë që si doktore keni menjën e madhe së punoni punë shpis? Për që ta? Jo, po kohë nuk kam, se nuk është për ata. Jo, Jam i angazhu me obligime shumë. Duhet me gjithë ku? A kemi se bosh kryetara, kemi gjithë ku minimu gru, sa do me gjithë arsitim që vësme punu pra? Pa tjetër, kom me gjithë ku. 2 minuta, qka ofroni për shtetar 5 nëse boni kryetar? Nëse bëhem kryetar, programi jonë është në radhë parë sundimi i rendit dhe ligjit, do të bëjmë përpjekje që të rrisim bashkëpunimin në mes të komunës, qytetarëve, institucioneve përkatëse për një ambient më të sigurt në komunën e Pes. Objektiv tjetër e kemi zhvillimin ekonomik, i cili bazohet në promovimin e Pes si qendër apo komunë me burime të shumta për zhvillim ekonomik, punësim, dhe si destinacion ndërkombëtar për turizëm dhe qendër kulturore historike. Shtyllat tona të zhvillimit ekonomik bazohen në 3 drejtime. E para është turizmi, i fokusuar në 2 pika kryesore në Rugov, ku duhet investuar në infrastrukturë sa i përket rrugëve, ujit, sjellësit dhe kanalizimeve, mandej burimi i drinit të bardhë dhe përkraja biznesive të mesme dhe të vogla. Objektiv tjetër e kemi ruajtja e mjedisit, duke pasur parasysh se komuna e Pes është e pasur me 2 lumenje, Lumbardhin dhe Drinin e Bardhë, duhem të bëjmë përpjekje që të pengohet eksploatimi i atyre 2 lumejve dhe dëmtimi i tyre. Objektiv tjetër e kemi edukimin dhe arsimin. Komuna e Pes në radhë të parë duhet të depolitizohet, duhet të bën investime si në infrastrukturë, ashtu edhe në cilësinë e arsimit. Mandej objektiv tjetër e kemi shëndetësinë. Edhe këtu duhet të investohet në implementimin e mjekësisë familjare, në një buxhet më të lartë sa i përket të mjekësisë familjare dhe në pajisjen më të mirë të mjekësisë familjare me aparatura përkatëse. Sa i përket të infrastrukturës duhet të investohet në zgjerimin e rrugëve, në rregullimin e trotuareve dhe në zgjerimin e një pjese nga Patriarkana deri te krojet të kilometri i 5 për këmësor dhe biciklist. Faleminderit. Të shohim tash ka kanë thonë familjarët e Rom Dreshaj nga Lëvizja Sociale e Kosovës. Merët që një kodë gatu, kanë kandidat i pavarur, është i piqet shumë, merët me krejtë të anët të shpis, më ndimon gjithë shka. Jo nuk e pinë cigaren. Ka qef me ngreja, ja kona pitet shumë. Gjelnat, po, pakove. Më me thonë, është njëri sinqert. Mendoj që ka me pas diçka mirë. Mendoj që kish luftu korupcionin. është njeri drejt shumë, besoj që kish me konë gjithë shka mirë. Besoj që kish bo diçka mos i vetë është profesore dhe menoj që kish me bo diçka mirë. Për shkollat.
Zoti Dresha, 2 minuta, çka premtoni ju për qytetarët PES nëse bëni kryetar? Prioriteti imi kryesor është siguria dhe lëvizja e lirë e qytetarëve, luftimi i korrupsionit, respektimi i ligjit, mirëqenia sociale e të gjithë qytetarëve, pa marrë parasysh partin, ngjyrën, racën dhe gjinin. Gjithashtu, administratën do ta depolitizoj e sidomos sektorin për drejtat njerëzit, do të bëj monitorimin e secilës drejtori, duke kërkuar pas 1 muaji llogarinë atë se sa janë përgjigjur ata në kërkesat e qytetarëve, do të përkraj të gjithë personat me aftësi të kufizuar, invalidët e luftës, familjet të dëshmorëve dhe një shtresë shumë të gjerë të popullsisë, për cilë mund të them që janë afro 50% dhe që janë në një varfëri të skajshme, sepse varfrin e shohim me sy dhe e prekim me dorë. Sa e përket ekonomisë dhe drejtorateve tjera, do të caktoj njerëz të anshëm sa i përket politikës për të aftë, sepse nëse ata nuk janë të aftë, atër shoqëria do të vi gradualisht ka degenerime dhe kështu në vërtet do të pësoj qytetari. Ajo çka është në kohën e sotme, për të cilët në vërtet duhet të kemi një kujdes shumë të madh, duhet të kemi lirin edhe të punumit, edhe të shprehjes, edhe të çdo gjaje, sepse liria pa dituri është gjithmonë në rrezik, por edhe dituria pa liri gjithmonë është e kohët. Faleminderit. Faleminderit e tash në këto javë që kanë kalu, ne kemi pyet për ju edhe kemi ardhur me pyetje të ndryshme qytetarëve, që madje po i konfirmoj edhe me pyetjet që mi kanë dërguar tash, dikun 20-30 pyetje që më kanë ardhur për qytetarëve, sa jemi këtu në sallë, janë të ngjashme me këto që i kemi marrë në kallzo.com, po filloj me ju Zotni Berisha. Shumë qytetarëve i intereson lidhur me 2 drejtorët e komunës që janë zonë flagrancë për rishfet. Thjesht janë zonë të i kërku 5.000 euro për lejet ndërtimit. Apo na tregoni, nëse këta janë hetu edhe janë zonë në flagrancë, a thu sa leje tjera ndërtimi janë zonë me rishfet në pej? Faleminderit, rasti tyne. Din opinioni është një rasti montuar, që është montu dhe është në procedurë. Ata tash mbrohen në liri, ende bazuar në informacion që kam nuk ka të ngritur akt akuz ndaj tyre. Ata e në arrest shtëpiak apo jo? Po. Po janë listat për asamble në AK? Asnjëherë ata njerëz, asnjëherë përparen, ata njerëz nuk kanë qenë të akuzuar. Asnjë rast nuk e kanë pas asnjë rast të paraqitur për ndonjë keqpërdorim të tyre. Është rasti i parë, tani janë drejtësia, policia, gjitha ato. Mirë, si pas jush e kanë sefte këtë puna? Unani? E kanë sefte këtë punë, kërkesën e... Unë e besoj që qytetarët e kësaj komune e njohin drejtorin. A është e moralshme me i shtin lista asambles njerë që janë arrest shtëpiak? Njeri prej tyre, listat veç ka qenë të dorëzuara kur ka ndodhej. Dhe një fakt... Zotni Raci, faleminderit, mund të kërkoni. Zotni Berisha, mund të kërkoni replikën më vonë, ka kalu koha juj, 1 minutë, do të mund të kërkoni replikën më vonë. Po shkojmë ka 1 minutë se cili keni. Zotni Raci, ju jetoni në Prishtinë, në fakt. Jeni këshilltar në Prishtinë edhe ma shumë jeni në aeroplane në Bruxelles të shku me zonjën Tahiri, se sa që keni qenë në pej. Pyetja është, qka po tërhek, mos jem su kesh të udhtu, qka po tërhek me arë më këthy në pej këto? Qka është motivimi me arë më bo kryetari PES për Prishtinë? Faleminderit, absolutisht nuk më tërhek çështja e udhëtimeve, sepse u bënën 3 vite dhe duket e kam tejkalu kohën e fluturimeve edhe ka arë momenti që të kthehem pej, kontribuoj për qytetin tim të lindjes. A pajtohet edhe gruaja me ty, a ka me arë dhe ajo, veç vetë kime arë? Shpresoj që po. Mira, kemi qenë kryetar me korespondencë, a kryetar që jeton këtu? Kryetar me 24 orë në pej. Kime lëshu Prishtinën? Absolutisht. Shpengojnë. Pse? Jam banor i PES, sepse mos besoj. Mos përna mesin bisedimet keq nëse lëshon ti. Jo, ka kolegë tjerë. Nuk janë vetëm, janë edhe 5 këshilltar tjerë, edhe
pastaj është zëvendës kryeministja që na pa Se po problem dënë volan. me ndrua tjetë për me arë më bu kryetar këto? Absolutisht, ideja ishte që ka arë momentin që në qytetin e Pejës dhe në komunën e Pejës tërsi të bëhet një ndrim i gjeneratave sa i përket qeverisjes komunale. Konsiderojmë se 3 deri tash janë shfrytzu vetëm si kozmetik dhe si mjete përdorimi për fushata. Ka arë momentin që rinia e Pejës, bazë profesioneve dhe backgroundit, të merë pjesë në vendimare dhe të kontribuoj për zhvillimin e përgjithshëm të komunës Pejës. Faleminderit, zotni Muazeri. Ju keni qenë drejtori i urbanizmit 2009-2011. Qysh u bo puna që e punsut motrën si urbaniste, bashkë herë kur punut ju? A nuk e pat konflikt interesi faktin që në shkrut ju kontratën me motrën? Jo. Kontratën me motrën e ka nënshkru zoti Ali Berisha. Në komunë, vetëm zoti Ali Berisha... Dhe me ka mirë, nëse Ali Berisha e ka nënshkru. Po, motra ime ka 2 masterat krym, edhe në vitin 86 është largu pi fakultetit se ka qenë motra e redentistit. A me ndoni që nuk duhet me punu në këtë ko, pëse është prap motra ime? Në kohën që keni qenë ju drejtar? Po, punësimin edhe konkursin e ka hapë kryetari. Nëse Ali Berisha ju ka kry këtë punë, që e keni kry ju ati? Unë e asgjo. Asgjo. Mirë. Në nshkrimin kontratë, e kom kontratën këtu, zëti Muazeri, në nshkrimi është i juj? Jo. është i juj? Kontrata duhet me kone këtëne. Edhe në shash nuk është janë. Po mirë, a u desh me shfrytzu pozitën mu atëherë që jeni drejtori urbanizmit, njeri që keni folë shumë për nepotizëm e korupcion? Ka qenë konkurs i hapun në cilin kanë konkuru 7 kandidat. E u thëmë edhe njerë, motra eme i ka 2 fakulteta master të krymë. Po që ka thot drejtori, zakonisht si aprishin qekën. Falimderit, zëtni Muaremi, ju keni qenë dekan i fakultetit të arteve, njeri që jeni marë me artë një kohë gjatë keni ligjeru, apo më kalzoni gjatë kohës që keni qenë dekan, qka keni bo për studenta, për fakultetin e arteve, diçka të vleshme që ja vlen me përmen, që mi besu që nëse aty keni bo diçka për studenta, edhe në pej keni me bo diçka për ta. Po, kom qenë disa mandate dekan i fakultetit të arteve, kret jetën ja kam përkushtuar rinis, pri shkollës mesme, e deri tani, ekspozitat e studentëve janë hapur jo vetëm në qendrat vendore kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Artis keni ka marrë pjesë në festivalet të ndryshme. Në vitin 2007 në kohën që keni qenë dekan, më tregoni saktësisht ekspozitën në kohën që keni qenë dekan që ju e keni organizu si iniciative juja e jo si iniciativ e tjerve apo studentave? Unë kom qenë moderator, kurator, si që jam edhe tani në shumë ekspozita, ku para një jave ka qenë ekspozita e hapur në Gjermani, ku kurator kom qenë i ekspozitës që e ka prezentuar artin bashkohor kosovar dhe atë të diaspores. Me diaspor kemi pas bashkëpunime të shumta dhe çdo vjet kemi organizuar, do me thonë, duke i prezentuar vlerat e një ment artistike shqiptare. Falemderit. Zotni Syrqa, ju deri në vitin 2009 keni qenë udhëheqës i njërë prej nëndegëve të LDK-s në Pej, apo më tregoni në qatë kohë që keni udhëheqë njërën prej nëndegëve të LDK-s. Qka keni bo për qatë lagje, që mi besu që nëse keni kontribu për lagje, mundën e me bo diçka dhe për qytet. Qka janë të arriturat e juj gjatë kohës që e udhëheqëshit degën e LDK-s? Qysh prej vitit 90, kom qenë udhëheqës, përgjegjës, i angazhum në bashkësinë lokale Haxhizeka, edhe gjitha kërkesat që kanë dalë prej banorëve, kem shku edhe i kem realizu, edhe kem pas angazhimet, si me thonë, me rezultatet jashtëzakonshme, ka qenë bashkësia më e madhe në nivel komune, ku kanë gravituar gjitha tregjet, gjitha bizniset, të e marrë për bazë para lufte, po bje fjala këshillin e financimit mjetet më të mëdha në të vu prej asaj bashkësie. Çfarë do lloj evidentimi, regjistrimi, që ka dalë prej aty ka qenë për masë para lufte, pas lufte? Po edhe pas lufte, kem bo kërkesat vazhdueshme. E çka ndodhi që u largut prej LDK-s? Po, ju tregoj shumë mirë. Unë derisa kom qenë LDK, kom pas si parti dhe si subjekt që muj me realizu aspiratat e mia, kombëtare, edhe është tillë ka qenë deri në vitin 2011, ku
kom kanu në Partitë Drejtësisë, por shkak se kom mendu që prej Partisë Drejtësisë tash mbas do të ketë ai frymëzim që i nevojitet të popullit. Faleminderit. Por shkak Faleminderit. Ka që kishim kozët një aliti, është e vërtet që PDK-ja se ka pas pejën kur, por me gjithate unë po du me dit, a ju ka pa hajrin peja në ndonjë formë apo tjetër, a i keni shfrytzu lidhet e juj me qendrën në PDK-n, me qeveri, për me sjell ndonjë investim, ndonjë sukses apo ndonjë projekt në pej. Çka janë ato projekte konkrete që ju keni nimu me i realizu edhe nëse PDK-ja s'ka qenë pushtet këto? Po edhe pse PDK-ja nuk ka qenë në pushtet, ka qenë opozitë që 13 vite, ka ndiku në shumë projekte madhore, dhe më thonë në radhë të parë është projekti Kuqisht Bog, cilin është projekti i ndikum nga Partia Demokratike, mande janë disa projekte për fshatrat e Lugut të Baranit, rrugët, mande është stadioni i futbollit dhe disa projekte tjera, dhe më thonë këto në pika shkurte janë këto, që përmes institucioneve qendrore që kemi ndiku për zhvillimin në komunën e Pejës. Përmenet luftimin e korupcionit ku reprezentut programin e juj, po më intereson pëse si keni luftu eksploatimin e zhavorit, apo a e keni luftu eksploatimin e zhavorit në rrethin të Pejës, pasi që është ministri që me gjitha te udhëhiqet nga PDK, a e keni shfrytzu ju ndikimin e juj me i nalë këto zhavore në lument për rreth? Në debatet e ndryshme që kem pas në për kuvendin komunal, kemi ngritë zërin shpesh, por ajo ka arrit, deri ku ka arrit nuk ka mujtë krejtë. Faleminderit, zoti Dreshaj. Zoti Dreshaj, duke lexu CV-n e juj, e pash që ju keni konkuru deri tash si kandidati pavarur edhe për asamble në të kaluarën edhe keni humb. Keni konkuru si kandidati pavarur për deputet Kosovës, keni humb. Pse po mendoni që tash që po konkuroni si kandidati Lëvizje Sociale të Kosovës, keni me kalu ma mirë? Jo, ndoshta do të humbi përsëri. E pse me kandidu atëherë? Çka po përfitoni me këtë kandidim? Çka po përfitoni me kandidim nëse keni me u prap? Jo, megjithatë kështu, sa i përket asaj sepse nuk kam fitu, është shumë e qartë. Derisa ndërhyn politika në një vend ku kam votuar me familje dhe me motrën afër 18 vota, nuk është asnjë, aty është puna e qartë. Qysh ju aty s'keni gjetë në votimin ku keni votu vetë, s'keni gjetë? Në sepse janë vjedhur votat. E tash ka marrë një guxim kështu nga lëvizja. A është i mundun që ata t'juj s'kanë votu për juve? Sigurisht asune. S'është. Po më bën me dëshu që s'kom votu dhe për veti. Jo, në këtë... E kush ka marrë vota mas shumëti në atë vetë votim? Kush ka marrë vota mas shumëti? Që atë vetë në votim? Në atë vetë në votim. Kuptohet, gjithmonë, ai që është nërdardhë i handardhët. Mirë. Në asnjë qytet Kosovës nuk o marë ma shumë pyetje se në Pej lidhur me sigurinë e këtij qyteti. Unë e di që një kryetar komune e di që nuk përgjigjet drejt për drejt për sigurinë, e di që për këto përgjigjen gjykatat, e di që për këto përgjigje policia. Megjithatë, kryetari komunës ka kompetencë me dhënë pëlqimin për komandantin e policisë, edhe ka mundësi me kriju atmosferë për siguri. E dim që Peja kohëve të fundit është bojë njoftën, jo veç kohëve të fundit, vazhdimisht për vrasje të ndryshme. Çka do të bëni që një qytetar i Pejës, po dhe njerëz që po e shohin lajme edhe që po frigon marrë me pi kafe këtu në rast që i kap ndonjë plum të pi kafe, çka do të bëni që ta bëni këtë vend më sigurt dhe t'i bindni ata që Peja sot që shtu që shpuna del në për kronika të zeza. Për juve do të fillojmë zotni Berisha. Një minutë. Peja vitet e fundit është e njohur që niveli sigurisë është përmirësuar, bazuar në raportet e policisë dhe gjyqësisë, me përjashtim të rasteve të fundit. Besoj që zbulueshmëria e rasteve ndikon më së shumti që siguria të rritet. Ne si komunë
bëjmë përpjekje të vazhdueshme, qoftë përmes Komitetit për Siguri që e kemë nivel komune, qoftë përmes bashkëpunimit me organet e sigurisë që janë policia, gjyqësia dhe tjerat, që ky nivel të përmirësohet. Gjithashtu kemi investuar shumë edhe në kamerat të vendosura në pothuajse mbar qytetin, kamerat e sigurisë të cilat po ndikojnë shumë në zbulimin e rasteve. E vërtet, zotni Berisha, po përkundër këtyre kamerave, para një kohë brenda një jave janë vrarë 3 veta. Këto ditët e fundit, apo javët e fundit, e kanë zbejë edhe i herë nivelin e sigurisë në komunën e Pesë, përkundër asaj që 2 vitet e fundit kemi pas një trend në rritje të sigurisë në qytetin tonë. Zotni Raci, çka do të bëni ju për çështjen e sigurisë? Si do të arritni çështjen e sigurisë? Urdhon 1 minutë. Urdhon 1 minutë lidhur me sigurinë. Okej, faleminderit. Është fakt që çështja e sigurisë është sfidë shumë e madhe për udhëheqjen komunale. Natyrisht se ka pas zhvillime pozitive, sidomos sa i përket instalimit të kamera, por nuk mjafton që vetëm kamerat jenë funksionale. Nevojitet një funksionalizim i Këshillit për Sigurinë Bashkësi, si institucion që udhëheqet nga kryetari i komunës. Ky Këshill për Sigurinë Bashkësi duhet jetë proaktiv, jo vetëm aktiv, por edhe proaktiv. Duhet ketë bashkëpunim 24 orë me institucionet e sigurisë dhe në njëjtën kohë ky Këshill për Sigurinë e Bashkësi dhe institucionet e tjera të sigurisë duhet të kenë një qasje proaktive edhe me qytetarët. Pa një bashkëpunim në mes të qytetarëve dhe strukturave të sigurisë dhe komunës, nuk mund të kemi zbulim të rasteve dhe në njëjtën kohë nuk mund të kemi fakte për organet e ndjekjes siç janë policia, gjyqësia apo prokuroria. Konkretisht ju çka do të ndikoni? Këshilli për Sigurinë e Bashkësi duhet të funksionalizohet, duhet të jetë aktiv dhe proaktiv dhe duhet të krijojë bashkëpunim. Sa s'ka qenë deri tash aktiv? Nuk është aktiv sepse po shihet gjendja çfarë gjendet komuna e Pesë. Faleminderit zotni Muhaxheri. Si do të kontribuoni në siguri më të mirë në këtë qytet? Po, tu i mbajt mbledhjet e Këshillit Komunal për Siguri vetë, e jo tu ja delegu dikuj tjetër si që ka ndodhë deri me tani me zotin Berisha. Tu e thirë pravadatën e policisë. Dhe tu të mbajt mbledhjet regullta edhe me gjithë qytetarët, mirë po me komandantin e policisë, me prokurorin, me gjyqtarë që janë gjithë të obligum me i përcjellë rastet edhe me rastet konkrete me pa ku po ndodhin rastet. A si kam përcjellë deri tash, a çka puna? Po thëmë, mbledhjet nuk i kanë bajt kryetari, po ja ka delegu dikuj tjetër. Kur i delegohet përgjithësia dikuj tjetër, i delegohet edhe ajo. Tregon kryetari ku ja ka delegu, unë po thëmë që shka shku kjo. Në më thonë, përgjithësia e kryetarit e të parit komunës është që aj me marë përgjithësin vetë, edhe nëse ndodh një rast me qenë vendin e ngjarjes, edhe me intervenu që nësi raste mës me ndodh më kur. Po jap replikën me njerë, zotni Berisha, replikë gjysmë minuti para se të vazhdojmë. Nuk besoj që o detyrë e kryetarit komunës me qenë me njerë të vendin ngjarjes kur ndodh rasti. Komitetin për siguri, Komitetin për siguri një periudhë ka udhëheq une, një periudhë ka udhëheq në kryetari, në atë kohë edhe një periudhë bukur gjatë vetë Gazmend Muhaxheri. A e keni udhëheq ju? Ju e keni udhëheq? Urdhno, zotni Muhaxheri? Ti informojmë qytetarët. Është përgjithësia e parit komunës me i mbajt ato mbledhje. A keni udhëheq ju ajo? Po kur i udhëheq i dyti, mbledhje nuk vjen komandanti i policisë, po vjen zavendës komandanti i policisë. Ato janë problemet që duhet me ballafaqit. Dhe kur nuk vjen prokurori, po e çon administratorin, atëherë nuk ka funksionalizim të ati institucionit. Duhet me qenë komandantat për me u kry puna. Po pse o caktu kryetari i komunës me qenë me udhëheq komisionin për siguri, edhe kudo, edhe në vendet tjera udhëheq kryetari i komunës. Edhe i bën bisedat me komandantin e policisë, e mandej varësit tjerë i zhvillojnë bisedat. Shumë po më intereson, a keni qasje tjetër, gjithë kandidat tjerë, qasje ma inovative qysh me adresu këtë problem që po është në pej. Mos të harojmë, po përmenën në përmedia janë përmendur raporte për gjakmarje, janë përmendur raporte për haraq, po na raportojnë njerëz dhe neve për haraq. Mu më intereson, a është kjo e vërtet, a keni edhe ju raporte të tilla, apo është diçka që po fshihet në NTP? A është kjo e vërtet? Jo vetëm për çështje të vrasjeve, po edhe për çështje të haraqit që i bën njerëz munit pasigurt. Zoti Muharremi, 1 minutë, urdhna. Unë mendoj që edhe për lëvizjen vetëvendosje kjo është brenga më e madhe
pa siguria, ndonë se edhe në platformën tonë, në alternativën e qeverisjes, në plan të parë është shteti juridik. Pa funksionim të shtetit juridik nuk ka as përparim, as progres, as qetësi, Ka edhe as polici, harmoni. edhe gjyqësi, pse prapë po ka vrasje? Vrasjet janë, sidomos pas luftës, fatkeqësisht të shprehura më së shumti në pjesën e Dugaxhinit. Mirë, e ju çka keni me vo? Ne do t'i funksionalizojmë me komisione deri të policia, do të bashkëpunojmë, do me thonë, në nivelin komunal dhe në instancat më Mirë, të çka larta. nëse deri tash kanë bashkëpunu, po nuk ka funksionu, prap? Unë mendoj se ne si lëvizje jemi me popullin, me qytetarin dhe do jemi edhe në ngjarjet më tragjike që ndodhen pikrisht në ato ambjente, në ato vende, do me thonë çdo herë jemi bashkarisht në mënyrë imediate dhe do t'i përcjellim hap për pas hapi. Shumë interesant nga kandidatët që kanë vetur të adresojnë çështjen e sigurisë. A është haraqe diçka që vetëm ne po ndigjojmë kallzo.com, a është diçka që keni një edhe ju? Edhe që është adresohet, një sylqa? Po, ne edhim që peja përmes medjave, përmes ngjarjeve, po identifikohet si vendi pa sigurisë. Këto e kemë cekë sa herë. Po, na dhe e kemë cekë në programin tonë. Mirë, ju si peja, nështë asë i këshirë një mediat me ju kalzu që apo do dhe vendin e ju. Ju jetoni qëtu. A jënë të vërteta këto? A jënë të eksagjerume? Po, ato që ka pëndodhin janë të vërteta. Që kam e egzageru. Gjitha krimet që shifen, dihet. Po, në para së gjitha është kemë para po që këto gjana t'i parandalojnë përmes preventives. Qa do të thotë kjo? Më thonë, bëhet një monitorim i shërbimit të prokurimit, bëhet parandalimi i dukurive deviante qysh në fillim, se këto dukuri fillojnë qysh në formën të investimet kapitale, të përfitimit, të tenderomania, aty paraqiten ato dukuni negative. E na para te qysh në fillim do të bëjmë përpjekje që Ta që po vrisën nuk po vrisën për tendera, po vrisën për çështje hakmarrje. To janë çështje familjare, individuale, edhe duhet milion familjare individuale. Pa dyshim që duhet me ndërhy organet komunale me gjitha ato mbështetjen që jep qytetari. Faleminderit, replikën e merrni në fund. Zotni Berisha, po shkoj me dy kandidatë, zotni Aliti, lidhur me haraq, apo më tregoni prap është një ikje nga kjo temë. A ekziston apo s'ekziston në PE? A keni ndëgjuar edhe ju, a vetëm ne? Ne kemi ndëgju, por argumente nuk kem, domethënë, nuk mund me thonë kur s'ki argument, por mendoj se sa i përket sigurisë duhet pikërisht komuniteti komunal për sigurinë në bashkësi të fuqizohet dhe të jetë në bashkëpunim edhe me komunitetet lokale për sigurinë në bashkësi, prandaj duhet të implementohet edhe policia në komunitet, duhet të ketë një bashkëpunim dhe koordinim më të mirë të kryetarit komunës me komandantin e policisë. Kur po thuni duhet, a nuk është sot? Po, mendoj se nuk është në nivelin e duhur, duhet me qenë në kontinuitet vazhdueshëm me komandantin e policisë dhe duhet të ketë një koordinim në mes të komunave të Rrafshit Dugaxhinit, dhe më thonë komunës së Pejes me komunën e Deçanit, Istogut, Klinës dhe me komunat rajonale, në mënyrë që të krijohet një ambient më i sigurt në komunën e Pejes. Mirë, po në Deçanë në Klinë nuk është situata e njëjtë si në Pejë. Në Deçanë në Klinë nuk ka ngjarje të tilla, vrasje të tilla në mes ditës, dy luftime. Ka edhe në Klinë, veç pak më përpara ka ndodhur. Ka raste kur zhvra midis ditë. Jo qa shpesh këtu. Po jo, është vërtet se jo, po ka raste edhe në Klinë që ka. Faleminderit. Zoti Dreshaj, çka mund të bëni ju? Kompetencat që do të me ishin afruar si kryetar së pari, do të caktoja nëpërmes kuptohet Komisionit për siguri, do të caktoja komandantin i cili në radhë parë është apolitik. Një komandant që është për gjithë qytetarët. Se a komandanti tanishëm është politika? Si? A është politik komandanti? Mund të ketë ndonjë urdhër nga lartë dhe kështu ata të heshtet një krimi tillë. Po ajo çka është edhe më e rëndësi, kështu komandanti. Kjo është akuzë shumë e rëndë, zoti Dresha, e keni fakte konkrete ju për këtë punë? Që po thoni? Për çka po? Që komandanti policisë këtu është politik dhe po i hesht krimet. Çdo komandant që caktohet duhet të jetë apolitik. Po them unë. Mirë, kallëzoni që duhet e di, po ç'ky pej. Për këtë.
Unë për pej jemi, pej po folim. Po e ceki për këte, si kur do t'isha kryetar. Edhe do të caktoheshin pista e timi në çdo rrugë. Do të bëj, do me thonë, edhe kjo aktiviteti në mes të policisë Kosovës edhe aktivistëve të... Faleminderit. Replikën, faleminderit. Ju mund ta kërkoni replikën, më jep një shenjë, tash replikën e ka kërkuar zotni Berisha. Falë zotni Berisha, edhe juve po du më ju ndihmu në pyetjen lidhur me haraç. A ekziston pej? A e keni të raportuar? Jo, nuk e kemi të raportuar dhe nuk kemi fakte për këtë çështje, po du me sqaruar një çështje që Komiteti për Sigurinë Bashki është kryesisht mekanizëm që ndihmon nivelet e sigurisë. Nuk është urdhërancë, nuk është menaxherial, është që ndihmon në sigurinë komunitet. Do thotë në shkolla, në lagje, në bashki territoriale ku ka etni të ndryshme, do thotë nuk është mekanizëm që... Në bizniset të vogla ku ka raport të haraqit? Jo, nuk është kompetent e tina nuk është. Dhe saj përket bashkëpunimit me polici, me... Më falë, kur është hera fundit bashkëpunimi me polici? Hera fundit që jeni taku me komandantin e policisë në pej? Zyrtari. Çdo javë. Çdo javë, po thuj se çdo javë, ku raportohet për rastet të ndryshme... Këtë javë, a jeni taku që t'ja? Po, edhe me komandantin regional, edhe me komandantin komunal. Ky qytet nuk është i njoftën vetëm për çështjet sigurisë. Ky qytet është i njoftën edhe për turizëm, është i rrethuar me male të bukura, ka ajrin më të pastër se shumica e qyteteve të Kosovës, kështu që do të pyes edhe si do t'i shfrytëzoni këto resurse. Për secilin nga ju është pyetja ndryshe lidhur me turizmin, nga se kemi marrë pyetje shumë specifike. Po fillojmë për juve, zotni Berisha, pyetja lidhur me turizmin ka të bëj me faktin që i keni 2 projekte që i keni sugjeru shumë afër shëtitores, afër Bistricës, edhe çështja e skiliftit që e keni thënë, apo teleferikut. Për çështjen e shëtitores shumë po du më ju pyet, pse e keni premtu edhe sot nuk ka shëtitore, nuk mundesh me shëtit afër Bistricës? Realizu një projekt, një shëtitore që quhet Shëtitoria Shëndetit, që është ndër shëtitoret më të frekventuara, jo vetëm pej, po besoj edhe në Kosovë, që një farforme frekventohet pej mbar popullatës së kësaj komune. Realizimi i shëtitores Bregut Lumit është një projekt që është shumë i kushtueshëm, pasi që nevojitet shpronësim i shumë zona aty të pronarëve, të bizneset të ndryshme dhe nevojitet një kapacitet më i madh financiar i komunës së Pejës. Ne kemi filluar me realizimin e atij projekti, i cili fillon te rruga e Piros. Sa metra sot ka shëtitore? Shëtitore ka shumë në komunën e Pejës. Jo, në afër Bistricës e kena. Afër Bistricës nuk ka shumë, po është një distancë e caktuar. Jemi në komunën e tonë. Unë nuk e di sa ku i vjen ajo, apo më kallëzoni ku është ajo? Shëtitoria e Shëndetit është nalt. Që fillon prej parkut, ka Bistrica nalt dhe kthehet ka Maja. Sa metra jemi të fol? Për sa metra jemi të fol? Për disa kilometra. Unë ju pyeta për Bistricë. Për Bistricë. Për Bistricë, afër Bistricës. Mirë. Do me thonë nuk po e premtoni që mund të realizohet afër Bistricës shëtitore në mandatin e ardhshëm. Ka filluar mu realizu. Do thotë A ka mu kry? Varet për kapacitetet financiare dhe mbështetjes që do. Varet. Mandatin e kaluar kemi thënë që ka mu kry. Sa i përket teleferikut, edhe atëherë, edhe sot thëmë. Do thotë edhe atëherë kam thonë që mund të realizohet vetëm në partneritet. Partneritet privat. Nuk kem pas mundësi me pas partner për realizimin e një projekti të tillë dhe nuk është realizuar. Çka ndodhi me projektin Europan? Ishte projekti Europan, çka ndodhi me te? Disa projekte të realizuar me Europanin, do thotë me këto projekte të Kosovë e bukur, ku janë ndërtu shumë parqe, shumë shëtitore, terene sportive edhe tjera. Zoti Raci, tu marrë parasysh që jeni ma i ri, po më interesën çfarë çështje inovative edhe të metodave të reja, inovacioneve të ndryshme keni me shfrytzu për me popularizu turizmin në Pej. Çka keni me pru që vjen nga një gjenerat e juj, nëse jo këto planet që s'janë realizu dhe i tash? Absolutisht, në kuadër turizmit e dim gjithë që është sektor shumë i shtrajt dhe buxheti komunal nuk mund të bëjë investime kapital në këtë drejtim, por nevojitet një partneritet publiko-privat edhe sidomos investime nga jashtë.
Po orientimi ynë kryesor ka qenë edhe gjatë kësaj fushate është revitalizimi i qashtrisë së gjatë si një institucion kulturor i cili përpos që krijon të hyra për familjet tona, po ashtu mund të jetë edhe një burim shumë i mirë për zhvillimin e turizmit kulturor në komunën e Pejës. A është që qarshi që i ka një antenë tash që i pengon pamje me u duk si... Qashia përbos antenës, qashia është shtruar me beton, që është një karakteristike e qashtisë së Pejës, edhe ka një qasje, ka një hyrje të duket si po të hyrë në lagjet e Afganistanit mjerisht. Edhe kjo nuk është... Çka do të bëni? Edhe ka shtëpia dy kosë, trikosë që janë larg pamjes së qytetit vjetër. Çfarë do të bëni me çto shtëpia që janë aty? Absolutisht, ne në programin ton i kemi dhënë prioritet madh ristrukturimit, revitalizimit dhe do të kërkojmë përmes qeverisë Kosovës që qashtia gjatë pasi të rindërtohet të futet në mbrojtjet e UNESCO-s si një zonë shumë e rëndësishme kulturore për turizëm. Faleminderit, zotni Muhaxheri. Qytetarët për ju na kanë kallëzuar që ju kanë marrë mend që e keni premtu planin urbanistik të Bogës me kry. Ju është e vërtetë që si një bo kryetar komune, po megjithatë keni qenë 2 vjet drejtori urbanizmit. Pse se bëhet plani urbanistik të Bogës? Tash tregoj zonja, jetë edhe qytetarë ju shpjegoj. 14 muaj si drejtori urbanizmit, kom bo ato që s'kam bëj me bo asnjë drejtori urbanizmit, i kom shtim procedurë edhe miratu 7 plane rregulluse. I kom lënë procedurë 3 plane rregulluse, cilat kryetari me drejtorat e tjerë që i ka pru, nuk ka mujt për 2 vjet me realizu një. Në më thonë, ajo shka folë që menaxher une e kom kry që është duhet. Ato shka du me thonë edhe shka është me rëndësi, është që kryetari komunës duhet me pas prioritet fokusimin të zhvillimi edhe realizimi projekteve. Mirë, po gaj, plani urbanistik i Bogës. E kom lënë procedur, e ka nxirë drejtori se e ka bërë profesor të fiskulturës, ka qenë drejtor të urbanizmit. E kom lënë mjetet e dome, bugjetin e dom, e kom lënë planin rregullus Dardania, Roka Qielli edhe Boget. Edhe planin... Ku ka shkuaj bugjet? Duhet me pyet kryetari. A është e vërtet që e keni bo dikon me edukat fizike, e keni bo aty shef të urbanizmit? Pozicionet e drejtorëve janë pozicione politike. Ndërsa profesionistët e kryjnë punën e vetë në drejtoratë, ndërsa drejtorët janë pozicione politike dhe besoj sa ka udhëheq me drejtorat, ka udhëheq mirë. Sa i përket ne si komunë. Ku e keni këtë drejtor momentalisht, politik që e keni caktuar? Nuk është tash, po... A është ky drejtori në arrest shtëpiak? Tilla, jeta, duhet me jalon drejtësisë. A është që ky drejtor në arrest shtëpiak? Po. A e nini vetëm përgjes? A nëse është politik, a mendoni që duni me dhonë ndërheqje, nëse njeri ju i politik... Jo. E ka bo, që ka bo? Qa jeta? Shqyqyr që në këtë vend tonë, përgjësia është individuale. Dhe deri sa nuk... Po ka edhe zinxhir komandus. Zinxhir komandus ka përgjësi, po qëtë një njerë që jënë me edukat fizike shkollë, ju marrin rishvet, hinë arrest shtëpiak edhe kur gjo nuk bëni ju për këtë punë? Gjithmonë hierarki. Hierarki duhet me e shiku përgjësinë drejt për drejt. A ka pas... Ju e keni vendos? Ju jep një përgjësi për te? Asni përgjësi nuk e ndjej pasi që individi që ka qenë i caktuar aty, asnjëherë në jetën e vet. Po a ju përshfaqson juve, ajo fytyra ju i zotni kryetar? Asnjëherë përpara, asnjë incident nuk e ka pas. Asnjëherë asnjë incident s'ka pas. Ndërsa sa i përket planeve, ne kem do buxhet për këtë çështje. Mirë, fal. Do t'ju jap replikën zotni Berisha, po vazhdojmë me juve zotni Muharremi lidhur me turizëm. Ju, nëse jeni njeri i artit, edhe nëse për shembull një festival si Dokufesti e ka vënë Prizrenin në hartë të shumë të hujve që vinë me vizitu, çka është diçka prej artit e kulturës që do të bëni ju për Pejen, një ide shumë konkrete, e cila do ta vëj Pejen në hartë të shumë turistëve të jashtëm që me nxispresin me pas qytete të reja me vizitu. Faleminderit. Së pari ndërlidhna me pyetjen e parë, ne më njerë do të intervenojmë në përcaktimin e zonës si zonë në interes për turizëm, në ndë do të ndërpresin të gjitha... Jo, ndërlidhën me qka ju pyta, arti edhe Peja. Ndërlidhën në terene. Në projektin tonë, në objektivat tona, është edhe ngritja e qendrës kulturore, artistike, ku do të funksionoj si një tërsi për 3 vokacione, për piktur, për artet skenike dhe për letërsi. Që do të thotë,
Çdo Mirë, vjet ka do të teatr peja, organizohen. ka galeri, konkretisht, sepse nuk është që është pa këto shoqëri. Jeta në interes të zhvillimit të turizmit, është edhe pjesa tjetër e artit që ndërlidhet me këto objektiva, që do të thotë, qendra e artit ku do vinë... Qendra vetvetiu, qka do të bëj, zëti Maremi, qendra ka sa dush? Ju lutem, ku do vinë artistët ma eminent, ndërkombëtar, do qëndrojnë, do kryojnë, do të fisnikrojnë... Falemderit! Zëtni Syqa, shumë qytetarë juve po ju majnë men se biciklist, ju shohim që jeni biciklist, e përdorni bicikletën gjithka, e shumë po më intereson qysh do ta shfrytëzoni ekoturizmin, sepse ajo është mënyra ma e pastër për me udhëtu edhe me përdor transport publik. Mu pse jeni njeri që po vete praktikoni këtë, qka do të bëni për shtigjet e bicikletave, jo veç aty ku e ka bo Komisioni Evropian tash, shtegun e bicikletave, po gjithkund pej. A do të mundësoni gjithkund pej shtegun e bicikletave apo jo? Unë mas marë jom për jonë, nuk e di ku e kanë baruar shteg bicikletave edhe Komisioni Evropian, si se kom parë. Tanë ditën i grahi bicikletës, po s'kom hasë në të shteg. Pa dushim që do të bëj përpjekjet me informu shtigjet për bicikleta, me infrastrukturët nevojshme, për shkak se qyteti i Pejës është i ngulfatur, është qytet që nuk i përgjet qytetit, e as ma tepër si qytet turistik. Zotnia e përmendi shtrajtimin shumë të madh të shpronësimit, po këta zotni që janë në pushtet prej pas luftës nuk kanë bërë përpjekje, jo me shpronësu, po aty ku ka qenë i shpronësum, i kanë pronësu. Me fjalë tjera kanë ndërtu. Ska pas përpjekje... A e dini që dhe LDK-ja ka qenë pushtet mas luftës prej? Unë shpreja, në thash, do të thotë se jam... Po marë parasysh, një jam qytetarë dhe dëshiroj të mirën e këtij qytetit. Nuk do të thotë që të mirat e këtij qytetit ti marrin vetëm na, e gjenerata që pasojnë në shalët në mallkojnë. Zotni Aliti, ju jeni prej Novosellës. Jeni prej Novosellës që është fshat shumë afër Adovsit ku është burimi i Drinit. Shumë po më intereson çka keni me bo që uji i burimi i Drinit mos mu nal në kohë caktuar që nalët, për me shku të hidrocentralje me prodhu energji. Edhe kush vjen aty së sheh ujë të burimi i Drinit. Ka momente caktume. Çka doni me bo ju me adresu qëtë problem? Kjo është një ndër problemet cilën e kemi shpreh shumë herë në Kuvendin Komunal të Pejës. Nuk është vetëm ujë të hidrocentralit, por aty janë edhe disa ndërhyrje tjera në burimin e Drinit të Bardhë, siç është i kaptazha, e cila e ka dëmtuar shumë ujëvarën e Drinit të Bardhë, dhe janë edhe disa projekte tjera të cilat ende nuk janë realizu, por që kanë synim për ta dëmtuar ujëvarën e Drinit të Bardhë. Une, nëse bëhem kryetar, në radhë parë, ujëvarën e Drinit të Bardhë do ta mbroj, për arsye se aty kom lindë dhe aty jam rrit, dhe është i vetmi vend si pikë turistike që mund të krijojë edhe vende të reja për zhvillim ekonomik, ku rrugët nuk janë të asfaltuara në të dy anët të burimi i Drinit të Bardhë. Zotni Aliti, në kohën që keni qenë asamblesë 3 mandate, sa herë keni ngritë zonin për burimin e Adovsit? Sa herë u konë në rendite... Pse se keni shti ju vetë në rendite, edhe me ndiku edhe si asamblesë? Ne, shqeqo, Kuvendi Komunal asnjëherë nuk ka mujtë me asnjë pikë, nuk ka mujtë me qitë në rendite të opozitës për shkak se të në herët jemi bivotu. Me pas provu, në shta dhe kështë Jo, kemë provu shpesher, po çdo herë jemi bivotu. Faleminderit, vetëm pak, mund të kërkoni replikën, zoti Dreshaj, çka mund të bëni ju për turizëm? Çka mund të bëni ju për turizëm të Pejës? Çka mendoni derisa jeni prej këtujt, e njefni si frymon qytetit, çka ka nevojë qytet për me qenë qendër turistike? Jo vetëm Peja, por edhe qytetet tjera, sidomos Peja, nuk mund të ketë një turizëm zhvilluar nëse nuk e ka infrastrukturën e zhvilluar. Konkretisht për të hyrë në Pej, duhet të jetë e qelur dhe hapur rruga Pej, Kuqisht, Plavë. Gjë që mundëson të gjithë shtetasit e lindjes të vinë në Pej, dhe njëkohësisht, kur është fjala për bogë dhe shkrel, duhet të vazhdohet për ndërtimin e rrugës në shkrel, të kryet ajo në tërësi. Por edhe një infrastrukturë dobë që është sidomos në lidhjen Pej-Gjakov, Prizrene që lidh me rrugën e kombit Ibrahim Rugova.
dhe atëherë do të vinë të gjithë. Por kam edhe një vretje, ne të gjithë jemi qytetarë, të gjithë lëvizim rrugës, si opozita mban një përgjegjësi për një turizëm qytetit. Faleminderit, zotni Berisha e ka kërkuar replikën, urdhno. Sa i përket Radovcit dhe ujit Radovcit, ujtë është pasuri kombëtare, do të thotë për shfrytëzimin e tij vendosin nivelet qendrore, ndërsa sa i përket lokacionit dhe burimit, Komuna Pes ka investuar për këto vite, ka rregulluar shtetitoren. Banorët e Radovcit, zotni Berisha, nuk kanë ujë. Ata jetojnë te burimi ujit e vet nuk kanë ujë. Ne jemi duke investuar. E din banorët e Radovcit se jemi duke investuar edhe në ujësjelljen e Radovcit. Kallëzomni kur banorët e Radovcit kanë me pas ujë, kur saktësisht? Projektet duke përfunduar. Muajin, vitin? Këto muaj, këto ditë. Gjithashtu. Ka dalë ditë përfundojeni. A i vjen kjo gjatë fushatës, do të kenë ujë gjatë fushatës, do të ndrejtë. Jo, projekti ka fillu me kohë jeta. Aty edhe rrugë po bën, edhe shtetitoria u rregullu, edhe ndriçimi është rregullu te shtetitoria e burimit. Replik, zotni Aliti. Replik, 3 sekonda. Zotni Aliti, si dëgjojmë. Replik. Vendi ku është burimi i Drinit të Bardhë, gjitha fshatrat afër aty, pjesa dërmuese e tyre nuk kanë ujë të pjesë. Radovci që disa vite, domethënë deri me tani nuk ka pas ujë të pjesë, janë shumë lagje, siç është lagja e Sastafajve, Jabllanica e madhe, Jabllanica e vogël, një pjesë në Vosec nuk kanë ujë të pjesë, ndërsa tani kanë filluar gjatë fushatës ka filluar me një projekt komunat për mbledhjen e votave, jo për me realizuar diçka sa i përket problemit të ujit të pjesë. Radovci e ka pas të instaluar ujësjelljen. Mirë, po nuk ka qenë shumë funksional. Dhe ne tani kemi intervenu që ai ujësjellës të funksionalizohet dhe të ketë ujë për gjithë. Zotni Aliti, urdhani, zotni Aliti. Ku apo shkon, zotni Aliti, urdhno? Vërtet më vjen keq për këtë projekt që po flitet në këtë mënyrë. Aty është jo vetëm që nuk është u rregullu çështja e lagjeve të Radovcit, por është edhe një projekt tjetër i pa planifikuar fare, e të cilën janë ngrit në peticion, kanë bërë peticion banorët e Radovcit, të Jabllanicit, Vitomrit, të gjithë. Është projekti i cilin kryetari e ka fillu për lugun e baronit e që mendon të kyçet në burimin e Drinit të Bardhë, projekt i pa imagjinuar. Kaq ka kohë, zoti Muharremi ka kërku fjalën, urdhani. 3 sekonda replik. Urdhna. Mu më duket me të vërtet paradoksale. Peja Radovci mos me pas ujë të pjesë. Peja me ujë të bollshme për i Grykës dhe Radovci. E çka do të bëni ju me pas ujë? Ne me pas do t'i furnizojmë gjitha, do t'i aktivizojmë gypat aty kur nuk janë dhe do t'i lidhim gjitha edhe fshatrat kur nuk ka ujë. Se rasti është edhe me pejen, është një lloj. Faleminderit, ka pyetje për tjerë, ka pyetje, sidomos pyetje ardhshme gjithashtu ka të bëjë me ambientin në pej. Kemi të bëjmë me pyjet të cilat vazhdimisht po dëmtohen. Në zonën e quajtur të Rosajve janë prerë mëse 10 hektar, po thot një qytetar. Janë pisha që janë mjell në vitet e 70-ta edhe po prehen. Prerja pyjeve është ilegale edhe është has në shumë vendet komunës Pes. Cili është plani juj për me ndalë prerjen e drunjve? Po fillojmë nga juve, zotni Dresha, nga fundi, urna. Peja, sidomos Rrugova, si dihet, është bërë park nacional, pak me nguti, sepse nuk janë përfillu dhe shumë dhe kërkesat e Rrugovas, këtu është fjale për qytetarëve. Sa i përket prerje se pyjeve, kjo krejt vjen nga gjendja vështirë ekonomike një personi, cili është të detyruar edhe të shkel ligjin e të shkoj të marrë dru, të blejë dhe të shes të siguroj familjes. Edhe ju, qka do të bëni lidhur me këtë? Qka do të bëni ju lidhur me këtë? Lidhje me këtë? Po. Do të ndërprejmë, normal, por edhe duhet të sigurohet ekzistenca familjes.
E qysh doni mi asiguru ekzistencën dikujt? Ekzistencën, shumë letë. Ekzekutimin e drejtë të buxhetit komunal. Qysh doni më don pare falë prej buxhetit e mos me pre drua? Jo, s'ka lidhje me dru. Ai kur ka gjendjen edhe nuk shkon me vjellë. Kuptohet. Nuk krahasohet me hajnë atje kështu. Faleminderit, zotni Aliti. Çka do të bëni ju lidhur me prerjen e drujnëve? Sa i përket të drujve, drujnë të dim se është pasuri nacionale, me të cilin duhet në radhë të parë institucionet që janë përkatëse për ta të hjeken të hjeket korupcionin ndaj tyre. Jemi dëshmitar se si është dëmtuar regioni i Rrugovës dhe sidomos prej viti 2010, kur ka hi në kompetencat komunës, aty janë dëmtuar regionet të tëra, duhet bërë përpjekje që të kryohen ekipet gatishmërie në rast të djegjeve të pyjeve, por ndërprerja duhet të bëhet në bazë të sundimit të ligjit me personat të cilët janë përkatës për mbrojtjen e pyjeve. Mirë, unë do t'ju pes, do t'a ndrojmë pak pyetjen ka të bëj me pyje, mirë po për të mritë që t'i shtrojnë shumë pyetje që kanë ardhur, po e ndrojmë për dy kandidatë e ardhshëm, ka të bëj lidhur me parkun kombëtar Bjeshtë e Nemona, nga se i përfshin 52% teritorit të Pejës, e shumë banor të Rrugovës janë kategorik kundër projektit të parkut kombëtar, sepse atyne ju kufizohet shumë liria nëse shkojnë me këtë projekt. Çka do të bëni për të menaxhuar këtë idenë që parku kombëtar duhet të ruhet, po të njëjtën kohë banorët nuk janë për me e respektu këtë. Urdhoni zoti Sylqa, urdhna. Po, faleminderit. Jem njoftuar dhe dim që Rrugova që sa kohë kërkohet bëhet park nacional, edhe sa dim është kërku prej nivelit qendror. Po ka reagime, për shkak se po bën disa kufizime në veprimet e familjeve që banojnë, në kufizimin e pronat e tyre private. Gjithsesi kisha ndërmarrë që ato veprime në pronat e tyre mos të kufizohen ato për masa, ku e diun për shembull produkte që dalin prej atyre prej trojeve të tyre të japin 30%, ku e diun kuvendit komunal. Nuk është drejt. Ata munden me menaxhuar pronën e tyre. Por unë jam gjithsesi që ai park bëhet park nacional, por jo me këto përkufizime kaq ngushta që mos me pas të drejtë lirinë e veprimit banor, pronari i trollit që është. Zoti Muharemi, kjo punë megjithatë është vendosur në nivel qendror. A mendoni që mundeni me ndru diçka lidhur me parkun nacional? Çka i thoni shtynë të banorëve? Është punë e kryme apo do të luftoni diçka për ta? Urdhno, zoti Muharemi. Po, urdhoni lidhur me parkun kombëtar Bjeshkëve të Nemona. Urdhno. Rrugova, si që dim, është shpall park nacional, pikrisht për dëmtime që janë bërë jashtëzakonisht shumë, duke filluar nga prerjet e pishave, pyjeve, ndërtimet pa plan në gjitha qytetet, duke filluar nga Boget, ku është si vend turistik, vend i skijimit, dhe është një arkitektur me të vërtet që nuk i përgjigjet ambientit, se pari nga materiali konstruktiv, që absolutisht nuk përkan me ambientin e pishave. Edhe gjitha këto bukuri, gjitha këto hapësira, gjitha këto pejzazhe janë një bukuri, një dhuntie natyre. Çka do një mi rujt, se po preje? Ajo duhet mi rujt, kemi edhe atë për rujtjen e tyre. Se pari, duhet të ndërmeren masa që krahas veprimit ligjor për prerësit ilegal që këtë veprim e kanë mënyrë bijetese, të rikualifikohen ose të bëhen pjesë e programeve sociale të cilat do të mundësonin vazhdimin e tyre. Faleminderit, zoti Muhaxheri, edhe për juve, zotni Raci, shumë pyetje më kanë ardhur lidhur me vërshimet në Pejë. Qytetarët po pyesin si do ta zgjidhin problemin e vërshimeve në qendër qytetit. Edhe saksisht te shkolla ekonomike, Gjemal Kada. Pyetja ka të bëjë gjithashtu tjetri, thot lagjen Dardania, çka keni me bu me problemin e ujit që e vërshon lagjen ta në kohën. Ky qytet ka problem me vërshime, çka do të bëni për ta zgjidhur këtë problem? Urdhoni zoti Muhaxheri. Po, në lagjen Dardania ka sa kohë që vërshon lumi,
janë kryu disa punë të pak kontrollume në shtratin e ati projit aty dhe e kufizojnë. Duhet me u zëru proji dhe duhet me u fut në beton për me mujt me nëzirë prej ati vendi edhe me shërby pasi. Po nuk ka detyre kryetarit komunes mu marrë me këto probleme. Detyre kryetarit komunes është mu marrë me zhvillim ekonomik të komunes edhe me hap vendet të reja të punës me kriju prosperitet. Me lonë mund të shu rruga? Pa jo rruga, duhet me u kry punë. Ta me tendera që i kanë bo damet mlaja edhe nuk i kanë kry punë që Kush ta me tendera? 2 mandate ky pa pushtet aktual edhe 2 mandate prap jo të njëjtit që në kryetari tina. E në ato që ishit ju drejtorit urbanizmit, që a keni bojë në ato? është punë jo kvalitative e tëna punëve të kryme, edhe është pa përgjësin kryre me E punë drejtoria urbanizmit gjatë kohës që keni udhëhequr Ajo ka bo? drejtoria urbanizmit nuk kryen punë publike, është drejtoria tjetrën cilën e udhëheq një gazetar. Është drejtoria cilën e udhëheq një gazetar 2 mandate. Aty jo problemi kësaj drejtorie, edhe i kryetarit aktual. E kush i ka dhënë këto leje për ndërtim që i dhanë që ato Po ajo të ndërtu pa leje brezoj ato, jo ndërtu unë po në vesë një vjetë drejtor, ato jo ndërtu pa leje, se këta s'marin leje po ndërtojnë. Po ju ja fjallën e replikës. Shteti menaxhohet që 2 mandate me njerëz jo profesional. Në drejtori... 2 vjetë ka pas, e keni pas ju. Më falë, me një replikë zëtni Berisha, kush i ka dhënë që ato leje? Lejet për ndërtime gjithmonë jep drejtorati i urbanizmit. Është një fakt i madh që është një fakt, nëse mujë me vazhdu jeta, që peja ka probleme me vërshimet, për shkak të pozicionit geografik që ka, jemi përpjek këto vite me investu, do të thotë janë investu disa mjetën e Çokolicë, është investu një kanal të Gjemal Koda, janë bërë disa investime edhe ka Dardania, mirë po... Këtyre investimeve, vërshimet po vazhdojnë, urnozët i muaderi, pasaj socialiti, situacionet. Replikët zëti muaderi. 3 sekonda replikë zëti muaderi. Po e formoj kryetarin edhe opinionin se teatri është ndërtu aneksi teatrit qytetit, është ndërtu pa leje. Jo më konë drejtori urbanizmit nuk kanë marrë leje, e kanë ndërtu pa leje, i kanë investu 240 milion euro, 240.000 euro, dhe nuk, problemi këti pushteti është caktimi prioriteteve. Kanë ndërtu aneks që mundën me shfrytzu 2 vetë, a nuk e kanë ndërtu shkollën që duen me shfrytzu 2.000 nxënësa. Në komunën e Pes janë ndërtu dhe shkolla. Janë riparu, janë rindërtu, 20. Normalisht që kemi investu edhe në teatr, edhe në kinoteatr, edhe në objekte tjera. Shkolla mjekësis kur që ka pas më ndërtu? Shkolla mjekësis nuk o ndërtu. Nuk o kërkon? Jo. As ka pas leja, që ka pëse së ndërtu? Jo, nuk o mbete leja, besoj opinioni e din, nuk o ndërtu shkolla mesme mjekësis, o fillu, nuk o ndërtu, po besoj që me bugjetin e komunës... Ama mirë ka qenë më ndërtu aneksi teatrit, a shkolla për nxënësa? Jo, mjetet janë në disproporcion shumë të madh, kështu që për shkollën e mjekësisë nevojitet mjetet shumë ma shumë. Une, si kryetari komunës, i garantoj qytetarëve të komunës 5 se me ato mjetë e kësha përfundu shkollën. E mesme të mjekësisë. Aliti ka kërku fjallën replikë, zëtni Aliti, 3 sekonda urna. Mu më vje keq se të 2 kandidatët prej vitit 2001 është problemi i vërshimit të ujrave, sidomos të shkolla ekonomike, dhe çdoherë është ngrit kjo çështje në kuvendin komunal, por çdoherë ka has në vesh të shurt. Aty, kur thot, nuk e di që nuk është punë e kryetarit, kur qytetarët e komunës 5 vërshon prej ati kanali që vjen,
dhe përveç të shkolla ekonomike, përveç të shtëpiat, aty është e vërshuar edhe me ujëra të zeza që është rrezik për ndonjë epidemi. Zoti Dreshaj, Urnoni? Jam banor i Dardanis, edhe derisa një sqarim. Me ndërtimin e objektit të stadiumit, ka qenë një kanal ku vike uji për shkaj stadionit. Tash është mbylla i kanal. Unë nuk e kom të qartë ka do të shkona i ujë, çka u bë me atë kanal për shkak se përgjithë aty vërshohet bashkë në xhexhera. Dhe a mundet me ndonë sqarim kryetari, çka do të bëhet me Që na kallzon kryetari çka do të bëhet me atë? Po sigurisht unë zija, projekti tyne u kon. Sa kanë investu ofër 60.000, 70.000 zi sa ka kushtu a investim të stadioni, mirë po është mbylla i kanal deri, a i ka qenë me vitet tana, sa e di unë me dekada o konë, tash fare se ekziston. Edhe çka do të bëhet me ujë, me sasit e ujë që vinë tash për kod vjeshtës. Zoti Berisha, 30 sekonda. Një pjesë e stadionit, Shahin Haxhi Islami është duke u ndërtuar bashkëfinancim. Ministria e Kulturës dhe Komuna e Pejës dhe ende nuk është i përmbyllur si projekt. Edhe kanali si kanal do t'jetë investuar dhe do t'jetë i rregulluar buzë stadionit aty. Mirë, a mund të përgjigjeni? A ka me marë ujë përsëri Pejen? Me gjithë këto investime që i keni bo, a ka me marë ujë përsëri Pejen përkundër gjithë këtyre investimeve? Në të ardhmen 4 vjet e ardhshme, apo premtoni që s'ka vërshim ajo? Jo, nuk premtoj. S'premton? Jo. Faleminderit. A ka dikush në qëtë panel që premton që s'ka vërshim? Zoti Muharremi, po e kërkoni fjallën, shumë po më intereson e përgjigja këtë pyetje, edhe pse Zoti Roci me të pa u përgjigj. Shumë shpejt e kërkut replikën. Shkurtimisht, dhe shta Çokolica ka zgjedhje dhe rreziku permanent i Pejës ka qenë çdo herë nga jo pik nga Pallati i Kulturës ku është. Me qenë se ujrat nga bjeshkët gjitha rjedhin dhe të bohen nga kanal. A ka me pas vërshime nëse ju boni kryetare ju? Vërshime, ato nuk mundet me di, po nuk mund të ketë vërshime, ju lotër. Zgjedhjen ne e kemi, ju lotër. Zgjedhja është me një bypass, bazë projektit tonë. Faleminderit, shumë pak kemi kohë. Zotmia Lidhja, a ka me pas vërshimin nëse ju boni kryetar? Nëse bohem kryetar, ne do t'i parandalojmë vërshimet. Në radhë parë, duhet të i rregullojmë 3 kanalet të cilat e vërshojmë Komunë e Pejës, është kanali i Çokolicës që rregullohet jo me një projekt 600 milion, por me 300.000 euro. Kanali i të shkolla Xhemail Kada dhe kanali të shkolla ekonomike me shumë pak investime, kjo çështje rregullohet. 1 minutë, Zoti Roci, si gjithë tjerë, ju i keni 1 minutë me përgjigj për vërshimet. Qysh do të adresoni këtë problem? Problemi adresohet në Asamble Komunale, po problemin tjetër e kemi ne se Asamblea Komunale, vetëm fillimisht kur zgjidhen asamblesë 5 muaj që ndrojnë opozit, pastaj bëhen nën kryetar, bëhen drejtora, edhe nuk ka opozit. Dhe si pasojë mos kontrollit, pastaj na kena kaos. Në jetën kohë, projektën e kolegëve këtu është leju që gjitha kanalet të mbulohen, të ndërtohen mbi to kanale dhe pastaj ndërtimet ilegale që i bëhen mbi ato, ne i kemi pasojat e vërshimeve. Faleminderit, 2 replikat e fundit që ku përmenem një Zoti Muhaxheri, të ju e qiti topin pak. Jo, duhet me vendos drejtorat e shërbimeve publike profesional për me bo projekte që duhet, ajo është drejtoritari tjetër, duhet me mësu cilat drejtoriat. Dhe më thonë, drejtori shërbimeve publike dhe ata që hartojnë projekte duhet me qenë profesional. Edhe me bo projekte profesionale cilat ta nuk i kanë realizuar. Çokolicës nuk jo është realizu bazeni sedimentus edhe nuk mirëmbohet pastrimi Çokolicës. Për ndryshe mundet me pas vërshime. Zotni Roci. Si pasojë e keq menaxhimit Zotit Muhaxheri, Çokolica vërshon. Edhe kur ka shi, me dalë në qendër qytetit dush me dalë me bark ose me motoskafe. Muhaxheri dhe Zoti Berisha. Ja, veç Zoti janë jetë, duhet mi aspektu këti Gazmirit që drejtoria urbanizmit është të ndonë prej drejtorisë për punë publike dhe nuk bojnë ato njëta qenë. Në ka një këskutim, edhe pse po kandidon për kryetar nuk i din funksionet. Zoti Berisha, urdhno replika fundit. Drejtoria për punë komunale në Pej kryen punë të jashtëzakonshme. Do thotë shumë projekte të realizuara suksesshëm. Pyetje për vërshime nëse është jashtëzakonshme. Sa i përket Çokolicës, bartës i projektit, hartues i projektit, bashkë me UN Habitatin, menaxhuesi i tij dhe mbikëqyrësi i këtij projekti ka qenë pikërisht Gazmend Muhaxheri.
po thojnë që keni qenë ju, u vetë. Nga jeta. Na, për fund, që t'i gjojnë. Po shoh që kryetari ka nisë me hu parsynë edhe me thonë edhe sendet pa vërteta. Unë kam menaxhu drejtorinë e urbanizmit dhe nuk i kam bo asnjë projekt. Dhe më thonë, unë jam menaxher. Ndërsa projekti është bo prej varësve të kryetarit dhe është zbajtu prej shërbimeve publike, mbi këshirë si ka qenë i shërbimeve publike dhe nuk e kanë zbatu bazenin sedimentus, edhe sot është i vjedhur ai bazen sedimentus. Edhe është dash me marrë masa kryetari për me zgjidha problem. Kaq kemi kohë për tej, nesër mund të jeni me neve në qendër kulturës në Kaçanik, pas nesër të dielën jemi në Viti dhe të hënën jemi në Rahovec. Prej neve, prej Pejës, ju përshëndesim dhe natën e mirë.